Welcome to QR Pod. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhën në këtë episod të radhës të Curiosity Roots Podcast. Unë jam Leo. Dhe unë jam Sara. Dhe sot kemi kënaqësinë të kemi një studente nga edukimi fizik dhe sporte, apo si ishte kështu? Ton. A jetë tek edukimi. A edukimi fizik dhe sporte? Jo. Ndjes, është një studente nga Fakulteti I Drejtësisë. Ajo është Liviana Karaj. Liviana, mirë se vjen. Një sujeta. Si mund ta ngatrojmë, Livia është një nga studentet e mia gjithashtu, dhe është një studente shumë e mirë. Faleminderit shumë për fjalët dhe faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësia është e jona, Livia. Livia, për të të njohur pak shikuesit edhe më mirë, nëse do përshkruaje jetën tënde me një titull filmi, cili do ishte emri? Nëse duhet të zgjidhja ose ta përcaktoja rrugtimin tim si studenti deri tani, do ta përcaktoja si proces, sepse gjatë këtyre 4 viteve nuk është se jam formuar vetëm profesionalisht, që lidhet shumë me degën që unë kam, por jam formuar edhe personalisht. E kam njohur veten në shumë drejtime të ndryshme, kam mësuar gjëra shumë të reja që ndoshta I kam pasur më përpara, por gjatë këtij rrugtimi janë bërë më të fiksuara tek ti dhe ke marrë një informacion më të detajuar nga ajo se çfarë ti dije më parë. Pra jo një film, por një serial. Një serial, po. Po, një seri çdo ditë. Seri kështu One Piece, që One është Piece, vazhdo. çdo të premte. Livia, jam shumë kurioz të di ku ka qenë momenti që ndjer më krenare gjatë këtyre 4 viteve të studimit. Do thoja në fakt që ndihem gjithmonë krenare me veten time, edhe në hapat më të vegjël që mund të bëj, por një moment që jam ndier më shumë krenare, ndoshta nuk lidhet shumë me studimet, por lidhet me pjesën e regjistrimit. Ishte faza e regjistrimeve të maturantëve atëherë, dhe unë isha maturante dhe kisha aplikuar tek universiteti për bursë. Ishte bursë ekscelence. Dhe aplikova për bursë ekscelence dhe në një moment isha shumë e stresuar ato kohë se kishim provimet e maturës dhe si çdo maturant dihen ato emocionet. Dhe po prisja që dilin notat e provimeve të maturës dhe në fakt në atë kohë e kam pasur telefonin të prishur, diçka e tillë ka qenë dhe kisha lënë numrin e mamas time. Dhe dikush nga stafi më kontaktoi dhe ishim të dyja në shtëpi atë ditë dhe më thonë që vajza juaj, I thon mamit, vajza juaj ka kaluar fazën e parë të aplikimit të bursës. Dhe në fakt e kisha bërë aplikimin, por nuk isha shumë e sigurt dhe nuk e dija, thosha që do jenë gjithë ato aplikime dhe ndoshta mua nuk do mbi rrapa. Mua s'do mbi lapsi asnjëherë. Si çdo maturant besoj e ka këtë dyshim tek vetja akoma. Dhe aty jam ndier shumë krenare sepse nuk I kisha treguar gjë mamit, thjesht I kisha bërë si aplikim dhe thash nëse do dali okay, nëse s'do dali prap jam okay me zgjedhjen time. Edhe më thot që çfarë ishte ky aplikimi, domethënë mbyt telefonin, thot faleminderit për telefonatën, afton që të vim tek Open Day, erdhëm normalisht. Dhe më thot që çfarë ishte ky aplikimi që ke bërë, se nuk më ke vënë në dieni, dhe I them që është një aplikim për bursë. Dhe aty ajo normalisht u ndje shumë krenare, mbushën sytë në lodh dhe tha bravo për këtë arritje. Sado të vogla, prap ishte një arritje. Po, janë një fillim arritje. rrugtimi shumë I mirë për mua. Është I mirë dhe I mbar. Po, edhe gjatë studimeve, pastaj edhe çdo përgjigje e vogël gjatë leksioneve, çdo prezantim detyre apo qoftë edhe provimet ose pjesëmarrjen në trajnime, aktivitete që ndoshta kam pasur ndonjë detyrë të vogël, prap jam ndier krenare me veten që I kam bërë këto të gjitha. Livia, nëse do ktheheshe pas në kohë dhe të shkoje kur ti ke qenë në vitin e parë në universitet, çfarë do t'i thoje vetes? Do t'i thoja shumë gjëra. Do t'i thoja fillimisht që ky proces do jetë shumë I gjatë, se po e lidh pak dhe me pyetjen e parë. Do jetë një proces I gjatë dhe ti do t'ja shikosh ndoshta ato përfitimet në fund, ose edhe gjatë rrugtimit, por më shumë do ja marrësh në fund, sepse duhet ajo puna gjatë gjithë kohës. Do jetë proces I gjatë, por duhet shumë punë, përkushtim I vazhdueshëm, edhe durim, edhe lexim, edhe vullnet. Të gjitha nga pak. Sepse dega jonë është pak voluminoze, kërkon shumë përkushtim të vazhdueshëm, duhet të updatohesh gjithmonë me ligjet, duhet të jesh informuar në çdo fushë, le të themi. Edhe do t'i thoja vetes edhe një pikë tjetër që mos prit perfeksionin që në fillim. Pra,
hapat e vegjël në gjithë rrugtimin do sjellin ndoshta jo perfeksionin, por një punë shumë të mirë të përfunduar në fund. Hapat e vegjël, por të sigurt. Të sigurt. Livia, unë dua të di, çfarë ka qenë diçka që ke mësuar gjatë studimeve dhe gjatë 4 viteve në universitet që si ke mësuar në libra? Kush është diçka që ke mësuar nga këto? Në fakt, gjatë universitetit, gjatë tyre 4 viteve, do thoja që kam mësuar që sa më shumë që rrethohesh me njerëz të ditur, me njerëz të formuar, kanë çfarë të japin dhe duhet të shoqërohesh me këto njerëz gjithmonë, sepse ti do mësosh gjëra që ndoshta nuk i ke ditur kurrë, edhe nga formimi i tyre mund të marrësh çfarë do lloj dege që të jenë, çfarë do lloj profesioni që të kenë, secili prej tyre do të japin një mësim të vogël. Si studente, je studente e cila i lë gjërat pak afër deadline-it, apo ke qef ti planifikosh pak gjërat? Zakonisht edhe si person jam pak e fiksuar me planifikimin, le të them. I dua gjërat shumë të planifikuara, madje i dua që të jenë edhe me kohë të planifikuara, por ndonjëherë edhe më rrshet nga dora kjo dhe më përpara kam patur shumë problem kur më dilnin gjërat jashtë kontrollit, sepse do thoja si ka mundësi se unë i planifikova, por me kalimin e kohës u mësova që jo çdo gjë në jetë duhet ta planifikosh, duhet të jesh edhe spontane në momentet që ky planifikim nuk ecën, mund të shkojë për mirë, mund të shkojë edhe për keq, por duhet të jesh spontane që ta presësh të dyja rastet, duhet të jesh gati për të dyja rastet. Por zakonisht edhe kur më ngelin për momentin e fundit, nuk dua që të më ngelin, sepse panikosem shumë edhe kur mblidhem në fund pastaj është kaos. Nuk di çfarë të bësh më përpara, por mundohem shumë edhe i arri. Livia, kush ka qenë provimi më i vështirë dhe si dhe a e kalove? Në fakt ka qenë një lëndë shumë voluminoze, kërkonte shumë analizë dhe shumë mendim kritik. Besoj se ju e dini për kë bëhet fjalë, por procedura penale. Procedura dhe drejta penale përgjithshme dhe posaçme janë lëndë që kërkojnë me vërtet shumë përkushtim. Kisha folur edhe me student nga vitet kaluara dhe nuk është se më kishin dhënë, nuk është se më dhanë një përshtypje të mirë, nuk kishin marrë nota shumë të mira, por diçka që unë e kam gjithmonë me veten, e kam pasur që e vogël, që nuk duhet krahasohem me asnjë njeri. Dhe kjo më ndihmoi shumë sepse i vendosa vetes qëllim që unë këtë lëndë do ta marr. Do ta marr, po dhe do ta marr me notë të mirë, domethënë normalisht. Cila ishte nota? Nota ishte 10 në fund. Ka lezet. Dhe nuk po besoja as vetë që e mora dhe në momentin që pedagogu e po vendoste notën, unë po rria akoma aty po shikoja që është e vërtetë apo jo. Edhe pastaj pedagogu po thoshte radha është e tjetrit, unë ndërkohë kisha ngel Vazhdoj. Sara, unë tani po unë e dia gjë, po tani ku po bëjmë muhabet, jemi të 3 juristë, jemi të 3 të fushës, do flasim si politik, po pastaj. Kemi kohë. Tani, unë do doja të të bëja një pyetje, nëse universiteti do vinte me një manual mbijetese, po theme, për mendimin tonë, cili do ishte rregulli numër 1? E preka pak në fillim, kur thash mos ta krahasoj veten me asnjë tjetër, edhe e lidha pak dhe me procesin që do jetë i gjatë, do ketë shumë përkushtim dhe nuk duhet lodhemi normalisht. Pra do kërkoj durim. Po, duhet ta shijojmë edhe si proces, se nuk universiteti ofron edhe mundësi të tjera përtej mësimeve, përdej studimeve, është jeta studentore shumë aktive, të përfshihemi në trajnime, në aktivitete, sepse do t'i marrin diçka cili do dhe trajnimi dhe aktivitetit edhe provimit, secili prej tyre ka diçka. Rregulli numër 1, ke kohë, bëj qef, moso. 2, durim. Durim. Livia, çfarë të motivon në ditët që ti nuk ke fare dëshirë, jo dëshirë, ti ke dëshirë besoj të studiosh e të lexosh. Po, çfarë të motivon ty kur jeni ato ditët e tua që sot se di, jam në mood ose ka ndodhur diçka dhe ti e gjen një motivim për të studiuar. Kush është ajo gjë që të shtyn? Është vërtet ndonjëherë që na zbehet pak dëshira ose vullneti në disa ditë të caktuara. Në këtë zbehje kontribuojnë problemet e përditshme, ndonjë stres i vogël që ndikon sado.
Por në momentet që nuk ndihem shumë e motivuar si çdo ditë, ulem diku, mbyll syt dhe gjithmonë mendja ime më çon pas në kohën e gjimnazit ose në nëntëvjeçare, por zakonisht është një moment që më kujtohet gjithmonë gjatë periudhës së gjimnazit, kur çohesha shumë herë në mëngjes, në orën 5 e kisha si orar. Taksative. Dhe përsërisja shumë leksionet, mësimet siç i thoshim ne në gjimnaz, ose bëja përsëritje përpara testit, sepse gjithmonë doja të arrija atë që i kisha vendosur. Kam shumë pritshmëri për veten në gjërat që bëj, edhe gjithmonë e shtyj veten për më shumë. Ndonjëherë ushtroj shumë presion, por e kuptoj më vonë. Dhe është shumë interesante që Livia, kur nuk ndihet e motivuar ose nuk ka motivim, zgjedh një moment të shkuar, motivohet dhe rikthehet përsëri në të tashmen për vazhduar procesin. Kështu që është gjë shumë e bukur. Shumë motivim. Po. Momente që të kujtohen. Pavarësisht se mua më dukesh person shumë i sigurt në zgjedhjet e tua, nëse do zgjidhje një deg tjetër, pra a e ke pasur një plan B? Më duket ndonjëherë sikur kam lindur me këtë ëndër dhe Po e bën kështu reincarnation, çdo jetë që vjen juriste. Dhe nëse nuk do zgjidhja këtë deg, mendoj që do zgjidhja psikologji, që kam pasur edhe kriminalistikën, por duke qenë se Shqipëria nuk e ofronte si program në vete, mendova që vazhdoja ëndrrën time në drejtësi. Edhe ja ku jemi. Por do zgjidhja psikologjinë se jam edhe pak empatike me njerëzit edhe kam dëshirë që t'i ndihmoj kur ndihen jo mirë me veten. Po me një kujtim të ndihmët preferuar sa ato që të mbash mend për një kohë shumë gjatë dhe pasi ke përfunduar ciklin 5 vjeçar. Momenti më i bukur që e ke marrë gjatë 4 viteve studimit. Nuk do veçoja momente të caktuara, por do thoja që çdo moment që kemi kaluar në universitet ka qenë i bukur dhe do ndaloja pak tek praktikat gjyqësore që ne kemi bërë gjatë këtyre viteve, duke filluar nga gjykata e shkallës parë, jurisdiksionit përgjithshëm që kemi shkuar për herë të parë. Kemi parë institucionin e gjykatës, rolet që bëshin aty, gjykata, prokurori, i pandehuri dhe në proceset civile sigurisht. Ishte impakt shumë i mirë për ne, shumë motivues, shumë shtytës për rrugtimin që kishim nisur dhe na bënte shumë mirë sepse duke lexuar vetëm teori duhet ndërthurur pak të dyja. Si do përshkruaje veten tënde si studente me 3 fjalë? Ose më sakt, si do të përshkruani Livian si studente? Çfarë mendon Livia si do të përshkruajnë të tjerët? Është pak e vështirë që të flas për veten në fakt, por unë do të drejtohesha profesoresh Sars, duke qenë se do më jep mësim, që ndoshta të më jepte mendimin e saj. Okej. Jam shumë kurioz tani, çfarë do thotë Sara? Livia është një vajzë e përkushtuar, logjike dhe shumë ambicioze. Më lejo të them edhe unë 3. Po. Livia është shumë e zgjuar, është shumë e çiltër si vajzë edhe shumë zemërmirë. Nderit shumë. Pra ka për aspektin studente dhe individ. Jam kurioz të di çfarë do marrë Livia kur të largohet nga universiteti, kur mbaroj atë ciklin 5 vjeçar. Nuk do të jetë vetëm fizike, por ndoshta kujtim, moment. Do thoja gjithë eksperiencën që nga fillimi deri në këtë moment është duke mbaruar tashmë, sepse unë jam vitin e 4, kam edhe një vit të mbetur, por do thoja gjithë eksperiencën, do thoja çdo situatë, çdo njerëz që kam takuar në këtë rrugtim, më ka dhënë një mësim sado të vogël, por më ka ndihmuar goxha. Edhe të kuptoj veten, edhe të mësoj shumë. Kjo është shumë e rëndësishme që ta kuptosh veten për gjithë këto vite akademike dhe kur ta mbarosh të paktën të jesh e formuar ashtu siç ti e ke parë dhe ke projektuar veten pas vitesh. Ne të falenderojmë shumë për përgjigjet edhe ne tani do kalojmë tek raundi joni preferuar, nuk e di nëse e njohur me quick fire round. Përpara se të kalojmë tek quick fire round, un kam një pyetje për Livian. Se duhet të kemi edhe të fushës tani. Ligji jot i preferuar. Në fakt, më ka bërë përshtypje parimi i prezumimit të pafajësisë, sepse është një parim shumë i rëndësishëm në sistemin e drejtësisë, sepse krijon edhe shpresë, po edhe besim tek sistemi.
duke përcaktuar që çdo njeri konsiderohet i pafajshëm deri në momentin që merret vendimi i formës së prerë. Tani me që unë mendimin tim e thash për ligjin tim të preferuar, do doja të dija edhe mendimin tuaj. Si më duket sikur po na interviston Livia tani. Edhe shumë kurioz. Sara? Unë besoj. Do doja të jetonim në një botë shumë harmonike dhe ndoshta do zgjidhja kartën e të drejtave themelore. Shumë e rëndësishme. Personalisht, unë kam më pëlqen ligji numër 119/2014, që është e drejta informimit dhe mendoj që çdo qytetar duhet të informohet dhe të ketë akses në institucione dhe të jetë i argjonuar me çfarëdo lloj informacioni që po ndodh me politikën, me drejtësinë, me të gjitha. Transparent. Dhe është e vërtetë në fakt që sa më informuar të jesh, aq më shumë fuqi ke dhe aq më shumë mund të mbrohesh edhe ndaj çdo institucioni apo edhe ndonjë rasti që mund të hasësh në rrugë, qoftë një konflikt i vogël, qoftë kemi lëshkur me profesoresh Enita Bosheku që informacioni është pushtet. Është. Po, është me vërtet. Është pushtet. Tani ne do kalojmë tek raundi Young Quick and Fire. Kështu që janë disa pyetje të shpejta, me përgjigje të shpejta në 1 minutë kohë dhe vazhdoj mëngjes herët apo natën vonë. Do thoya mëngjes herët. Studim vetëm apo në kafe me shoqërinë? Studim vetëm. Provime apo prezantime? Do thoya provime sepse janë pak më intriguese. Okej. Libra fizik apo PDF? Libra fizik. Live do zillte mesazh apo telefonat? Telefonat. Kur studion, me qetësi apo muzikë në sfond? Me qetësi absolute. Planifikim apo spontanitet? Planifikim. Det apo mal? Pak e vështirë, por mal. City break apo pushime të gjata? Pushime gjata. Lider apo organizator në Prapasken? Organizator në Prapasken, do thoya. I kalove me sukses dhe ndjej që e ke një ide çfarë pyetje do të vinte për dënimin. Livia, ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e këtij episodi. Shpresojmë të jesh kënaqur edhe donjë ta mbyllim mendoj me një këshill ose sugjerim për të gjithë ata që kanë dëshirë të ndjekin fushën e drejtësisë, çfarë do i thoje? U kënaqem shumë me ju sot, ju falenderoj. Do doja të jepja një këshill për gjithë maturantët që po mendojnë ende nëse do ta zgjedhin drejtsinë apo jo, do t'ju thoja që mos e mendoni kaq gjatë, zgjidheni drejtsinë, është dek shumë e bukur, shumë e gjerë, mëson shumë. Njihesh me çdo ligj dhe ti je më shumë i mbrojtur nga çdo situatë që mund të vi në të ardhmen dhe di si të mbrohesh edhe di si të jesh më i kujdesshëm. Dhe është dek shumë e bukur. Livia, dhe një herë, faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij episodi dhe shpresoj të jesh kënaqur pafund. Faleminderit juve. Bashkë do shihemi ditën e njëjtë për të zhvilluar mësimin. Dhe bashkë do shihemi çdo të premte në orën 18:00. Mos harroni të na ndiqni në çdo rrjet social, të na suportoni dhe për do ide të re jemi këtu për të dëgjuar. Shihemi.